Në qendrën shëndetësore të Postribës ditët të fundit ka patur një fluks të shtuar vizitash si pasojë e përhapjes së virozave të stinës, të ndikuara edhe nga ndryshimet e temperaturave. Mjeku në qendrën shëndetësore Postrib Sokol Xhabjaku bën me dije se çdo ditë është regjistruar një numër i lartë pacientësh, kryesisht nga moshat e vjetra. Sipas tij, pacientët janë paraqitur me simptoma të ndryshme, si temperaturë, koll, dhimbje fyti dhe lodhje trupore. Po, faktikisht në fillim të vitit kemi pasur një fluks të madh për arsye të gripit, pra të virozave. Sidomos në ka kapur tek ne moshat e mesme kemi pas më tepër raste, pra 30, 40, 50 vjeç. Por edhe fëmijët. Kryesisht çështjet kryesore këtu tek ne kanë qenë ato çrregullimet e traktit gastrointestinal, pra kanë ardhur persona me të vjedha, me diare edhe me temperaturë. Dhe po ashtu dhe traktit respirator, sidomos me koll. Po, në fillim të vitit, siç thash, kemi pasur një fluks të madh. Këtu tek te për shembull ku jemi, mund kemi pasur deri në 15 vizita në ditë, flas për virozën, për sa i përket virozës. Pastaj ka ardhur duke rënë, ndërsa këto 2 ditë të fundit po shohim një rënje, siç duket e kemi kaluar atë fazën pikun atë kryesore, ka raste vetëm sporadike. Xhabjaku këshillon banorët që të tregojnë të kujdesshëm, të shmangin ekspozimin në kushte të pafavorshme atmosferike dhe të paraqiten në qendrën shëndetësore në rast të shfaqjes së simptomave. Të tilla raste na çon shpesh njerëzit i ka paniku, por ky është një grip dhe do të kalojë ashtu si gjithë tjerë, mjafton që të kemi kushte të mira higjieno-sanitare, të mos dalim për shembull temperaturat aktualisht janë të ulta, të mos dalim në mënyrë të panevojshme jashtë, rrim në shtëpi dhe të kemi pra ajrosje të mirë të ambienteve ku rrim. Është shumë e rëndësishme që mos na kapin paniku, sidomos unë e re tek nënat e reja, kur fëmijët e tyre kanë një temperaturë 38-39, ajo temperatura është edhe një efekt vetmbrojtës i organizmit, kështu që mjafton që të marrin këto analgjezike pra që përdorin për to, dhe të kenë kushte higjieno-sanitare të mira. Ndërkohë aktualisht situata paraqitet drejt përmirësimit, pasi ditët e fundit është vënë re një rënje graduale e numrit të vizitave.